إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عز وجل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun e falenderojmë, Allahun e madhërojmë, Allahun krijuesin, sunduesin, furnizuesin e mbar krijesave, të vetmin i cili meriton të adhurohet në qiell dhe në tokë, të vetmin atë adhurojmë. Vërtet që çdo mirësi është shpreh Allahu subhanahu wa taala, çdo gjë që ne kemi është rizq prej tij Zotit subhanahu wa taala, çdo gjë që ne krenohemi me të ndoshta përpara të tjerëve është prej mirësive, prej dhuntive, prej bujarisë, edhe prej furnizimit të atij që është furnizuesi i vërtet që ai i furnizon robërit për çdo gjë që ato kanë, dhe sigur ai mos i furnizon ata nuk do të kenë. Vërtet që çdo gjë që njeriu i nevojitet, Allahu ja ka plotësuar të mirësi, Allahu na ka plotësuar të gjithë mirësitë tona, edhe mirësia më e madhe është Islami dhe udhëzimi në rrugën e drejtë. Çdo mirësi që ne mund të kemi, dhe nëse Allahu nuk na ka dhënë Islamin dhe udhëzimin, dini se nuk kemi asgjë. Ajo mirësi në realitet mund të jetë sprov, mund të jetë dënim për ne, edhe argument kundër nesh. Salavatet dhe selamet ja dërgoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të dërguarit të fundit, të zgjedhurit të Perëndis, atij që Allahu e bëri shembullin më të mirë për një besimtar, si në aspekt të ibadetit, si në aspekt të jetës së përditshme, të furnizimit, njësisht të kërkimit të riskut, si në aspekt të marrëdhënieve ndërnjerëzore, ashtu edhe në aspekt të moralit në përgjithësi. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Një prej çështjeve më të rëndësishme në jetën e besimtarit, që do ta kuptojmë se çfarë rëndësie në realitet ka ajo, është çështja e furnizimit halal. Ne shpesh e kemi përmendur edhe në ligjëratat që kemi mbajtur ndonjëherë në një hadith, qase feja është një, edhe çdo çështje lidhet me tjetrën. Nuk mundet që besimtari ta merr vetëm një pjesë të Islamit, edhe ta lëm pjesën tjetër në bazë të dëshirave, apo në bazë të gjendjes së tij, apo të tekave, apo të rendit, si më thanë, që ai ka formuar deri në atë moment. Jo, njeriu gjithmonë duhet të përshtatet dëshirës së Allahut, duke e thyer dëshirën e vet dhe dëshirat e tjerëve. Nga se nuk ka dyshim se dëshira e Allahut është kryesorja, edhe plotësimi i kërkesave të tij, ajo fillimisht na kthehet në hajër ndaj nesh, edhe më pas normalisht edhe të tjerëve. Mirë po, çështja e furnizimit halal, tham, ka një rëndësi shumë të madhe. Allah subhanahu wa taala kur flet në surën El-Juma, surën e ditës së Xuma, gjithsesi edhe në ajetet që flitet për ditën e Xuma, Allah thotë kështu: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e Xuma, kur do të bëhet thirrja ditën e Xuma, ila dhikrillah, për kujtimin e Allahut. Domethënë, për ta fal namazin, për ta dëgjuar hutben, për të shkuar në xhami. Fas'au ila dhikrillah. Nxitoni drejt për kujtimit të Allahut dhe braktiseni thot tregtin.
Lëneni biznesin apo shitblerjen çfarë do që i keni. Lëneni punën, lëneni edhe shkollën. Nga se dita e xumës është dita që Allahu e ka obligu, e ka bërë fars për çdo mashkull të paktën, i cili është i lirë, i cili ka mundësi, është i shëndetshëm, edhe që mund t'i përgjigjet ftesës së muezinit që të prezanton në xhami. Edhe normalisht jetë i vendit, nga se udhëtari nuk e ka obligim xhuman. Wa dharul bay', dhe lëneni të tregtina. Dhe normalisht këtu gjithçka që njeriu mund të merret në jetën e përditshme. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo thot është më e mirë për ju nëse ju e dini. Nëse ja dini vlerën dhe kimetin kësaj pune. Pastaj Allah vazhdon ajetin tjetër duke thënë: "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." E thot kur do të falet namazi, kur do të mbaron xumaja, famshu fil ard wabtaghu min fadlillah. Shpërndani thot tani në tokë. Shpërndani dhe kërkoni rizikun edhe mirësitë e Allahut në të. Prap thot wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Edhe thot përkujtoni prap Allahun shumë, se ndoshta kështu do të shpëtoni. Nuk ka dyshim se këtu kemi të bëjmë me një urdhër. Gjithsesi besimtari gjithmonë duhet të jetë krenar me veten e tij. Duhet ta kërkon rizikun me aftësitë e tij, me punën e tij, me duart e tij. Edhe jo të pret të dikush tjetër, jo të kërkon ta shtrin dorën, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që dora e sipërme është më e mirë se ajo e poshtme. Ajo që jep është më e mirë se ajo që merr. Nuk është për krenarisë, për dinjitetit të një besimtari të devotshëm, që ai të falet gjithë ditën, të ndalet në xhuma ose si më thënë, ta tepron në disa aspekte të ibadetit, edhe ta lën ibadetin e madh që është puna, që është kërkimi i rizikut për vetë dhe për familjen e tij me halal. Po ashtu Allah urdhëron edhe një ajet tjetër duke thënë në surën Mulk: "Famshu fil ardi wabtaghu min fadlillah." Të njëjtën gjë. Sa shpërndani nëpër tokë, e thot kërkoni prej mirësive edhe begative të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dyshim se, domethënë, siç e përmendëm, furnizimi me halal, kërkimi i rizikut është prej çështjeve më të rëndësishme. Madje ndoshta është çështja më e rëndësishme mbas faljes së namazit. Vëllazën, çështje të cilat ndërlidhen me jetën e përditshme, të cilat janë adet, domethënë diçka e cila përsëritet çdo ditë. Qofshin ato të mira ose të këqija, rëndësia e tyre është shumë e madhe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ne e dim se ka thënë një hadith që veprat më të dashura për Allahun janë ato të vazhdueshmet. Edhe thotë nëse janë të pakta. Ndoshta dikush bën një vepër të hajrit një herë në jetë, ose derë në jetë, ose një herë në vit, ose një herë në muaj. Nuk ka dyshim se Allahu nuk e refuzon veprën e cila i plotson kushtet e sinqeritetit edhe saktësisë. Megjithatë, nëse njeriu përkushtohet në vepra të vazhdueshme, është më e hajrit për të, është më e dobishme për të, është më e dobishme për imanin e atij, e cila e mban të qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë edhe vepër e vogël që mund të duket dikujt, nëse ajo bëhet me sinqeritet të madh për Allah, edhe bëhet në vazhdimsi, nuk ka dyshim që ajo është më e mirë se sa një vepër e cila mund të bëhet një herë në palesa kohë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith të njohur, i cili hadith, domethënë është hadithet e Imam Neveviut: "Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah thot është i përsosur, është i pastër, është i mirë. Edhe nuk e pranon vetëm se veprën e cila është e pastër, e cila është e dëlir, është e përsosur, e cila nuk ka tëmeta, e cila është halal dhe nuk është haram. Pastaj thot: "Wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Vërtetë që Allahu i urdhëroi besimtarët me të njëjtën gjë që i ka urdhëruar vetë pejgamberët e Allahut, duke u thënë: "Ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." O ju të dërguar, hani prej të mirave, prej halalit, dhe veproni vepra që janë të mira. Po ashtu thot
Allahu ka thënë: "Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." O ju besimtarë. Në ajetin e parë përmendte o ju të dërguar. Edhe në këtë ajetin tjetër thot o ju besimtarë. Duke u drejtuar gjithë besimtarëve thot kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani thot për veprave që janë tayyibat, që janë halal, që janë të mira. Hani thot prej të mirave të Allahut edhe veproni vepra të mira. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam thot edhe përmendi njeriu i cili ka qenë udhëtar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendi njeriu i cili ishte udhëtar në një udhtim shumë të larg, një udhtim të tezgjatur. Ash'atha aghbara, i cili thot ishte i lodhën, flokët i kishte të shprishura, edhe ishte thot i mbuluar me pluhur. Yamuddu yadayhi ila as-sama, i zgjatën thot në këtë gjendje duar drejt qiellit, duke i lutur Allahut: "Ya Rabb, ya Rabb." Zakonisht këtu ka edhe një fajde tjetër. Kur përmendet në librin e Allahut lutja ndaj tij, duke i thënë o Zot, Rabb, nuk përmendet që thirrja ja, që do të thotë o Zot. Zakonisht përmendet Rabbi auzi'ni an ashkura, për shembull, o Zot më furnizo apo më frymëzo me falënderim ndaj teje kështu me radhë. Po pse këtu përmendën ki robi ja Rabb? Për shkak se Allahu nuk e kishte pranuar lutjen. Ja Rabb, o Zot, Allahu ndëgjon. Por ki lutesh vazhdimisht i zgjat të durët drejt qiellit dhe thonte o Zot, o Zot. Mirë, po çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Wa mat'amuhu haram, ushqimi i tij thot ishte haram. Wa malbasuhu haram, veshja e tij ishte me haram. Wa ghudhiya bil haram, edhe ishte furnizuar në përgjithësi me haram. Fa anna yustajabu lah, edhe si Allahu t'ia pranon këtij njeriu lutjet përderisa ishte këtu në këtë gjendje. Megjithëse ishte nevojtar shumë i madh për ndihmën e Allahut, Allahu nuk ja pranonte lutjet vetëm për atë që ishte furnizuar me haram edhe jo me halal. Prandaj për ta përmbledhur çështjen e riskut, çështjen e furnizimit me halal përkundrejt haramit që njerëzit zakonisht nuk u bëhet vonë se si e marrin, ne kishim përmendur vetëm disa pika, të cilat qartazi tregojnë se çështja e furnizimit mes asaj që është çështje e përditshme, edhe të furnizohesh me vetes tënde dhe familjes tënde me halal, është çështje shumë e rëndësishme. Nga se është çështje e cila në vazhdimsi ti e bën atë vepër. Do i përmendim këto pika shkurtimisht. Fillimisht Allah subhane nuk lëshon bereqet në një pasuri e cila është në haram. Kjo është diçka shumë e dëshmuar nga të gjithë ata që nga të gjithë ne në përgjithësi. Kjo se Allah na fal të kemi rënë ndonjëherë në haram, kush më rrallë dhe kush më shpesh, ne dim se ai pasuri na ka dalë për hundësh. Ai pasuri nuk ka zënë vend. Pastaj me detyru ndoshta që të him diku tjetër borxh me qëllim që të plotësojmë nevojat tona. Edhe kjo është diçka shumë e dëshmuar edhe shumë e qartë. Po ashtu vepra e cila është ibadet. Mirë po që kryet përmes haramit, përmes pasurisë haram, Allah nuk e pranon atë vepër. Prandaj pejgamberi s.a.s. tha: "Inna Allaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyiba." Allah është i pastër dhe nuk pranon vetëm se veprën e cila është e pastër, është fituar me halal. Prandaj një sadaka që ti mund ta japish me haram, Allahu mustaan. Besoj se e kuptoni. Saqë dietarët kanë thënë edhe abdesin nëse ti e marrish me ujë të vjedhur, nuk pranohet ai abdes. Nuk pranohet abdesi i cili merret me një ujë që mund ta kesh vjedh diku në një dyqan apo në një vend që nuk është i joti. E treta, Allahu nuk i përgjigjet lutjes së atij i cili furnizohet me haram. Edhe këtë e përmendëm. Dhe shpesh vazhdimisht ankohemi pse ne lutemi por nuk na pranojnë lutjet. Kjo është vëllazën për çështjeve më të rëndësishme edhe për çështjeve më kyçe. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ka treguar se nuk do të lëvizën kamba e birit të Ademit ditën e gjykimit derisa të pyetet për 5 punë, për 5 çështje. Edhe prej atyre është se nga e ka marrë pasurinë e vet, si e ka fituar pasurinë e vet, edhe se ku e ka harxhuar atë. Si njeriu e ka fituar pasurinë
edhe ku e ka dërgu, apo ku e ka harxhu pasurinë e vet. Prandaj nuk është çështje edhe një herë vetëm që të bëjmë hajër, por hajri më i madh është që të preventohemi, të mbrohemi prej sherrit edhe prej haramit. Prandaj për njeriu ndonjëherë mjafton që të largohet prej haramit, si sevap edhe si vepër e mirë për tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe e pesta për të mos u zgjat, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar thotë, do të hyjë në zjarrthat të xhehenemit një trup, një shpirt, një person i cili furnizohet me haram. Do të hidhet në zjarr të xhehenemit. Mirë, po ne e dimë në përgjithësi se Allahu si sillet me robërit. Jo se Allahu mëshiron ndonjë rob, nëse Allahu ja don të mirën ndonjë rob. Mirë, po ai ka shtu mëkatet, edhe nuk pendohet. Allahu do ta dënon prej në dynja. Do t'i shton vujtjet, sëmundjet apo problemet, që nuk është këtë gjithë. Këtë dikush është ngritje derexhesh tek Allahu, po këtë dikush është falje mëkatesh. Edhe e lutim Allahun për fund, na i falën mëkatet tona, na i pastron zemrat tona, na i përmirëson çështjet tona. E lutim Allahun subhanahu wa taala me lutjen që ka luti dërguari i tij alayhi salatu wassalam, e cila është lutje e vazhdueshme duke i thënë Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. O Allah, kërkojmë prej teje dije të dobishme, furnizim të mirë dhe halal, edhe kërkojmë vepra të cilat janë të pranueshme tek ti. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falje Allahut, për të që ai falen mëkatet. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ju tregojmë një histori që thuhet që i ka ndodhur Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, e cila ndërlidhet me çështjen e furnizimit halal dhe furnizimit haram. Thuhet që Aliu radhiyallahu anhu një ditë ka shkuar në një vend të caktuar apo në treg, Allahu dhe më së miri, edhe aty ka pa një djalosh të ri i cili është marrë me diçka. Edhe i ka thënë, të lutem mbaje kalin që është imi, si më ndaroj mu se prekën e kush, derisa të dalë. Ka shku Aliu radhiyallahu anhu për të kryer punët që i ka pas. Mirë, po kur del prej atij vendit, prej atij objektit, e shef nuk është kali. Leni që nuk është kali, por nuk ka qenë edhe ai personi që ka pas përgjegjësi që ta ruan kalin. Prandaj është detyruar të shkon përsëri në treg që të blen një kal tjetër. Kur shkon atje, e shikon këtë djalin aty, i cili e ka qit për shitje kalin e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. E dërgon shërbetarin e vet. Edhe ai kur e shef kalin e Aliut, thot, "Ki kali, po thot, kushton 1 dinar." Në rregull, thot, "Çe kur ke 1 dinarin, edhe e merr kalin." E blen kalin që e ka pas realisht Aliu radhiyallahu anhu. Kur i tregon Aliut ki shërbetari i vet, thot, "Kështu më ndodhi." Thot, "Wallahi e kisha ndërmend që kur të dalë prej atij ta paguajja 1 dinar këtë personin, e cila ka pas vlerë në atë kohë. Mirë, po të njëjtën vlerë, të njëjtën pasuri e fitoi me haram, me diçka e cila është e vjedhur. Ai të ta merrte atë 1 dinarin me halal, mirë, po e gjeti me haram. Kështu që vëllazën, jeta e tillë është. Allah subhanahu wa taala pasi formohet, pasi e krijon fëmin në barkun e nanës për një kohë periudhë të saktuar, pastaj e dërgon me lekun mes tjerave t'ia shkruan rrezikun e tij. Rreziku i njeriu është i caktuar deri ditën e gjykimit. Secili prej nesh e ka të caktuar rrezikun, gjë për të cilën nuk duhet të shqetësohemi. Mirë, po duhet të shqetësohemi se si e fitojmë atë, se nga vjen ai rrezik. Vërtet që Allah subhanahu është furnizuesi. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që vërtet thotë që rreziku e gërkon robin ashtu siç e gërkon e xheli. Njeriu mund t'i largohet e xhelit, vdekjes, nuk mund t'i largohet. Edhe kjo është për çështjeve që Allahu ka caktuar prej në barkun e nanës. Po njëjtë nuk mund t'i largohet edhe rrezikut e tij. Prandaj besimtari duhet të mbështetet Allahut subhanahu wa taala, nga se vërtet Allah është kujdesar i të gjithë robërve të tij, domethënë. Allahu furnizon, siç thonë ne, edhe peshkun në det, pa jo njeriu i cili mes tjerash jeton mes begative, mes njerëzve, mes shoqërisë së të tjerëve. Prandaj ta kërkosh rrezikun në halal, nuk besoj që sot është vështirë. Mirë, po në realitet problemi është tek ne
Pasi njeriu gjithmonë e gjen apo e kërkon rrugën më të shkurtër drejt furnizimit. Edhe kjo është prej shenjave të kiametit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që do të vijë një ditë ku njeriu nuk do të shqetësohet se nga e merr pasurinë e tij, nga e merr furnizimin e tij. A e merr me halal apo e merr me haram. Edhe me këtë e përmbyllim dhe lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahun me të gjitha emrat e tij të bukur dhe të gjitha cilësitë e tij të larta dhe të përsosura, të na bën prej robërve të cilët e kërkojnë rrezikun me halal, mundohen drejt halalit, mundohen drejt devotshmërisë, për të mos i kalu kufit e Allahut subhanahu wa taala, nga se vërtet që kush i kalon kufit e Allahut, Allah do ta gjen të kundërtën e asaj që e kërkon. Njeriu mund të kërkon pasurinë, po Allahu t'i jep të kundërtën, nga se vërtet që do të shkojë ajo e Allahut edhe nuk do të shkojë ajo tona. Dhe përsëri lutim Allahun që Allahu të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron dhe t'i fut në xhenete, të devijuarit në mesin tonë Allahu t'i udhëzon, edhe të udhëzuarit Allahu t'i përforcon në rrugën e tij, nga se vërtet që pa udhëzimin dhe pa përforcimin e Allahut, të gjithë jemi të humbur, të gjithë jemi të dobët, të gjithë jemi të devijuar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على الخلفاء الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى